Jemi sërish së bashku në studion e Star, do të flasim për faktin që Shqipëria po përballet me një ndryshim të dukshëm në modelin e lindjeve dhe strukturën familjare. Për ta përmendur konkretisht se çfarë është duke ndodhur, i referohemi për këto le të themi diskutime të dhënave të fundit të Eurostat, ku tregohet se në vend, pra në Shqipëri, po bien lindjet e fëmijëve të parë, ndërsa familjet me 3 fëmijë mbeten më të zakonshme krahasuar me mesatarin europiane. Vetëm 39.9% e bebeve të lindura në vitin 2024 ishin fëmijë të parë, më pak se mesatarja e BE-s prej 46.6%, çka tregon se të rinj që mund të jenë një çift i ri, vazhdojnë edhe shtyn vazhdimisht këtë tendencë. Pse? Është ky edhe një ndikim psikologjik që mund të kenë, mbase mund të reflektojë edhe diçka që lidhet me prindërimin, nga ku këta persona që janë pjesë e një çifti kanë pasur më herët. Do ta analizojmë dhe do të flasim më gjerësisht me psikologen Anora Kroj. Mirëmëngjes Anora, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Viola, mirë se të gjej. Tani, si do ta interpretojë psikologjikisht rënien e lindjeve të para në Shqipëri? Ata që kanë 2 fëmijë nuk hezitojnë për tretin. Ndërkohë, ata që janë një çift i ri, 2 partner, kur vjen momenti tek fëmia, duket se e shtyn pafundësisht. Kjo në fakt nuk është diçka e re, kjo është diçka e pritshme, sepse edhe po të bërim një studim në rrethin e familjarëve ku jetojmë, po ashtu një studim ndoshta në një ambient më të gjerë demografik, e kuptojmë që mosha që çiftet zgjedhin për të sjellë në jetë një fëmijë dhe të gëzojnë një familje është rritur. Mënyra dhe pse shkaqet çojnë drejt kësaj vonese që ne shpeshherë mund ta quajmë kështu, por varet pastaj çiftet e interpretojnë edhe duke justifikuar ose duke shpjeguar në faktorë të ndryshëm që preket në jetën e tyre. Rritet mosha edhe rritet dhe anksi për të sjellë në jetë një fëmijë, sidomos fëmijën e parë, sepse tek fëmia i parë, çifti dhe familja kërkon të ketë një bazë të fortë ekonomike, materiale për të siguruar zhvillimin më të mirë të fëmijës. E duke qenë se tashmë mënyra e të jetuarit ka ndryshuar në Shqipëri dhe në vendet ballkanike, kryesisht që kemi një kulturë kolektiviste, kemi jetuar në rreth familjar më të gjerë, tashmë çfarë do të ne jemi në familje më të vogla. Vetëm çifti dhe fëmia që do të vi, dhe çifti mendohet mirë për gjithë përgjegjësitë dhe ndryshimet që do të ndodhin në jetën e tyre në këtë rast, si në cënueshmëri në punë, po ashtu në të ardhurat që mund të vitet e para të jetesës do të duhet njëri nga prindrit të jetë më aktiv dhe më prezent në familje, gjë kjo që kupton që do të jetë më pak prezent, do të cilë më pak të ardhurat nga puna. Unë ndjej sikur edhe roli i komunitetit ka ndryshuar pak sa Anora. Pra nëse ne kthehemi pas në kohë, dikur fëmijët e lagjes i njihnin të gjithë se cilët ishin, ndërsa sot prindi duket se gjithë barrën e ka mbi vete, dhe unë kam dëgjuar shpesh të thuhet nga njerëz që i njoh që nuk mund të marrë një hap siç është lindja e një fëmije, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe dhe unë nuk do doja kursesi që ti mungonte vëmendja, siguria financiare dhe patjetër edhe prezenca e prindit në jetë emocionalisht. Duke qenë se ne po flasim gjithmonë më shumë për kohë ku jeta është e shpejtë, ritmike, e ngarkuar. E vërtet kështu është, edhe kështu ndjehet edhe tek gjithë njerëzit që kanë në jetë një fëmijë ose që mendojnë të sjellin në jetë që mendojnë një plan më afatshkurt të konkret, sepse ka ndryshuar tërësisht stili i të jetuarit. Do të thënë, kjo lishmëria dhe mënyra rjetëzimi nuk është më siç ka qenë më përpara, sepse realisht ka ndryshuar konstruktet se si jetojnë. Pallatet janë shumë herë më të mëdha, me më shumë banorë që ndoshta nuk i njohin fare, jo më që ata të bëhen grup shoqëror shumë i afërt si me fëmijën tam, po ashtu edhe me të rriturit, me prindrit në këtë rast. Gjë që vjetre dhe shumë e rëndësishme është sepse të rinjt, unë mendoj ka një rëndësi shumë të madhe kjo që duhet të themi tani, se ka ndryshuar mënyra e konceptit të zhvillimit të identitetit personal. Të rinjt e ditëve të sotme duan që këtë ta formojnë identitetin e tyre, kapacitetin e tyre, qoftë profesional, akademik, moral, dhe pastaj të kalojnë drejt krijimit të familjes dhe sjelljes në jetën e një fëmije. Pra duan të jenë të përmbushur.
Po, parë kjo dhe nga qasja ekzistenciale, sepse më përparë mendohej dhe veprohej që me ardhje në fëmijë mund të zhvilloheshin dhe këto komponentet e tjera të identitetit. Kurse tani ndos më ndryshe, sepse vetë shoqëria imponon dhe indukton këtë lloj mënyre dhe qasje. Edhe në studimet e tjera të cilat e mbështesin pikërisht studimin që sot po diskutojmë, që nëse do ta krahasojmë Shqipërinë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, është në 8% më ulët në sjelljen në jetë të fëmijës së parë. Kjo nuk kupton që pasiguria është rritur. Ka probleme të shëndetit mendor. Të rinjtë e ditëve të sotme raportojnë dhe tregojnë dhe kërkojnë ndihmë psikologjike më shumë krahasuar me vitet e mëparshme. Pasiguria ekonomike, po, gjithmonë mendoj që deri diku ka qenë, por lidhur dhe me faktorët e tjerë social, rritet. Po, do ta rendisje pasigurinë ekonomike si faktorin kryesor, apo është më shumë natyra, emocionaliteti i brezit të ri, përgjegjësia, mënyra se si shndron raport me përgjegjësinë pastaj? Është e vërtet edhe kjo, sepse mënyra se si konceptohet liria tashmë, përgjegjësia, ndryshimi i rolit, se duhet të jemi të qartë për këtë gjë, që kur jemi pa fëmijë dhe të konceptuar në jetë të një fëmije, është komplet ndryshim i rolit, i përgjegjësisë, i lirisë, prioriteteve, e ndonjëherë edhe i qasjes egoiste që shpeshherë njerëzit i bashkëshoqëron në momentet e caktuara të jetës, sepse prioritetet, vëmendja, koha, përkushtimi do të shkojnë drejt mirëritjes të zhvillimit të një fëmije. Perfeksionizmi i prindërimit është rritur. Kjo nuk kupton që ka kurse pafund prindërimi se si duhet të veprojnë, se cila është më e mira, se çfarë sjellje duhet bëjnë dhe çfarë sjellje nuk duhet bëjnë. Këto më përpara nuk kanë ekzistuar. Nuk mendohej më përpara që një nënë dhe babai të hynin në kurse, në kurse të cilat përgatitore, prenatale, për të rritur si do të vi fëmia në jetë, si do të ndryshojë sjellja jonë, si do të përgatitemi ne. Kur informacioni ndonjëherë është kaq i larmishëm, edhe zgjedhjet janë kaq të pafundme, duket sikur liria në fakt të mbetohet sikur është diçka shumë e pafundme dhe kemi liri zgjedhje, por nga ana tjetër kjo qasje bën të nuk kuptoj që prindi duhet të zgjedhë një mënyrë apo një tjetër. Dhe kur perfeksionizmi rritet, kur mënyrat se si stili prindërimi duhet të vazhdojë, si familja do të ndryshojë, pritshmëritë e larta që ndonjëherë prindrit e vendosin tek vetja, sepse ata duan të rrisin një fëmijë shumë të lumtur, shumë të plotësuar, pafundësisht kurse edhe këto përkthehen në shpenzime. Edhe e dëgjoj shpesh të thuhet, Anor, nuk dua të bëj një fëmijë të dytë sepse kam një dhe dua t'i përkushtohem plotësisht, nuk dua t'i mungoj asgjë, dua të ketë çdo dëshirë materiale dhe emocionale të plotësuar dhe nuk e bëjnë atë hapin e radhës për ta shtuar akoma më shumë familjen. Por nga ana tjetër, ajo çfarë tregohet dhe në studime, fëmijët të cilat janë të vetëm edhe kanë gjithë vëmendjen, dashurinë, kohën e prindërve, kanë probleme më të mëdha me shëndetin mendor kur flasim në moshën e rritur, sepse ata gjithmonë kanë marrë gjithë dashurinë dhe nuk është ndarë as vëmendje, as koha me një fëmijë tjetër, me motrën ose vllajin. Cilat janë çrregullimet që mund të sjellë pikërisht kjo? Rritja me gjithçka, pa të munguar asgjë, pa provuar ndonjë vështirësi ta tejkalosh vetë. E para ka të bëjë shumë me empatinë. Është ndjesia që ne e kuptojmë tjetrin, ja kuptojmë nevojat dhe jemi të gatshëm për ta ndihmuar dhe për të vendosur në vendin e tij. Kur ti nuk e ke provuar këtë ndjesi në moshë shumë të vogël, kur ti nuk e pasur motrën apo vllajin, që mami një moment mund t'i kushtoj rëndësi atij, po edhe ti vetë si fëmijë mundesh që të bësh veprime të cilat ti jesh në ndihmë të fëmijës më të vogël, të motrës së vllajit, ose ndonjëherë ta bësh të lumtur, të gëzuar. Janë emocione që ti mëson qysh fëmijë. E nëse ti mëson që vetëm ti je qendra e vëmendjes dhe gjithçka rrotullohet rreth teje, gjasat janë që ti do të vazhdosh të mendosh kështu derisa
vetë faza dhe cikli jetës do të provoj të kundërtën. Por ajo do të jetë një... Por ajo do jetë pjesë e personalitetit tënd, sepse ne dim që personaliteti i njeriut nuk vazhdon me moshën, por ka një cikël dhe deri në atë cikël do jetë formuar, do jetë Ajo çfarë doja të këshilloja prindrit, pikërisht nëpërmjet kësaj kohe që ne ndajmë së bashku, edhe për një temë që është sa e bukur, por është edhe delikate. Asnjëherë nuk duhet të shkojmë drejt gjërave që janë duhet. Gjëra që janë kështu duhet të veprojmë. Pra sipas disa rregullave, normave. Çdo familje krijon strategjinë e saj. I di pikat e forta, i di dhe pikat që janë më pak të forta ato të dobtat. Atëherë si do të veprojnë që kjo familje të rritet emocionalisht dhe të rritet dhe në fazat e tjera zhvillimore. Fëmijët asnjëherë nuk janë pengesë nëse situata menaxhohet mirë, nëse midis shiftit ka bashkëpunim, komunikim dhe zgjidhje të mira pozitive. Kështu do të rrisin fëmijë më të lumtur, do të jemi familje më të plotësuara dhe do të kemi një emocion më të mirë kur të rritemi, do të kemi zhvillim emocional më të fortë. E këto janë komponentë shumë të rëndësishme që këto duhet të kultivojmë ne për familjet të cilat janë në zhvillim ose do të sjellin në jetë një fëmijë. Tani një gjë që me që jemi në përfundim të bisedës Anar, një gjë që doja thoje të gjithë atyre që e kanë këtë idenë e prindërimit perfekt. Dhe i thoje që nuk ka prindërim perfekt dhe duhet heqim dorë nga kjo teori. Absolutisht, nuk ka prindërim perfekt, ka prindërim të mirë, ka prindërim që ja dëgjon nevojat fëmijës, vlerëson momentin, kohën, bën më të mirën, po brenda asaj që e mira mund të gjenerohet në mënyrë të shëndetshme, pa bërë kapërcime dhe sforcime të panevojshme për të shkuar drejt lumturisë, sepse ajo nuk do të jetë një lumturi e mirë, një lumturi e cila vjen natyrshëm, po do të jetë e impostuar dhe shumë e sakrifikuar dhe në fund askush nuk do të ndihet i lumtur, as prindrit dhe as fëmijët. Dhe një lumturi që nuk është organike, nuk është lumturi në funditës, kështu që le t'i kemi parasysh. Po, mund edhe të filloni dhe të mos e mendoni kaq gjatë bëri një fëmijë, me që ishim te kjo bisedë dhe shpjeguam me Anorën ato çfarë duhet pasur parasysh. Patjetër pas siguria ekonomike e shumë faktorë të tjerë ndikojnë te ky vendim, por shihni statistikat e Instatit për lindshmërinë dhe vdekshmërinë në Shqipëri dhe vërtet besoj të filloni të jepni kontributin tuaj. Anorë, falenderoj. Faleminderit shumë edhe ju.